Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohen pamjet e rrëmbimit të Bleona Matës. Pamjet ronditse që familjarët po përpiqen t'i fshehin. Ngjarja që ka tronditur opinionin publik shqiptar po merr për masa dramatike. Pas ditësh heshtje janë zbuluar pamje të reja që dyshohet se lidhen me rrëmbimin e Bleona Matës. Pamje që sipas burimeve pranë hetimit, familjarët nuk kanë dashur t'i bëjnë publike. Videot të regjistruara nga kamerat sigurie kanë ndezur sërish debatet dhe dyshimet mbi atë që realisht ndodhi ditën fatale. Sipas burimeve, pamjet tregojnë momentet e fundit kur Bleona shihet në një zonë të errët periferike, e shoqëruar nga persona të pa-identifikuar. Lëvizjet e saj duken të pasigurta, ndërsa një automjet ndalon për disa sekonda pranë saj. Pamjet janë të paqarta, por mjaftueshëm shqetësuese për të ngritur dyshime serioze mbi planifikimin. Burimet pranë hetuesisë bëjnë me dije se këto pamje kanë qenë në dispozicion prej ditësh, por publikimi i tyre është vonuar për shkak të presionit dhe kërkesave të familjarëve. Ata kanë pretenduar se publikimi mund të dëmtonte hetimin ose të sillte pasoja emocionale për familjen. Megjithatë, ekspertët e sigurisë theksojnë se transparenca në raste të tilla është thelbësore për zbardhjen e së vërtetës.